Miq të dashur, do të kënaqemi do të argëtojmë shumë së bashku në këto minuta që kemi në dispozicion, pasi do t'ju bëjmë paksa edhe nostalgjik duke ju referuar një mjet i transportit që ka qenë shumë i rëndësishëm për ju. Do të flasim sot për biçikletën. Duket se është një tendencë e re në kryeqytet, ka shumë burgonça të cilat duket se janë të interesuara, por nga ana tjetër ne do të bëjmë një shëtitje nëpër Tiranë për të kuptuar se cilat janë ato rrugë të cilat ofrojnë mundësi dhe cilat janë rrugët të cilat kanë një shkallë të lartë vështirësie. Kështu që na ndiqni. Ened Matu, drejtuesi i Ekobolis, do të na shoqërojë në këtë udhëtim të ditës së sotme për të na treguar më së shumti se cilat janë këto rrugë në të cilat mund të përdoret ashtu siç duhet biçikleta. Ened, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që na vizituat sot në stacion. Megjithëse është një ditë e ftohtë, keni goxha iniciativë për të bërë diçka më promovuese për biçikletat. Po them ndoshta edhe në një kulturë që kemi një punë të shpejtë, ndoshta nuk marrim një taksi apo një mënyrë tjetër të transportit urban, por zgjedhim biçikletën. Po, biçikleta është shumë praktike për punë të përditshme, qoftë për blerjet e stendeve ose ushqimeve, qoftë edhe për të mbaruar punë distanca të shkurtra. Po përdoret shumë për sa i përket shpenzimeve të përditshme nëpër markete, po përdoret shumë për sa i përket atyre zonave të cilat kanë shumë pak mundësi parkimi për makinat dhe biçikleta si thua është lehtësisht e parkueshme. Do doja që ne jo vetëm të vijojmë këtë bisedë, por pse jo ta bëjmë të duke shëtitur në kryeqytet me biçikleta. Kështu që do të ishte shumë kënaqësi për mua dhe përveç kësaj ka shumë kohë, por shumë kohë që unë nuk i jap një biçikletë, nuk e di se si do jem. Shpresoj mos rrezojmë. Okej. Ened, në qoftë se do të isha një klientë e zakonshme, çfarë procedurash apo praktikash do të ndiqeshin? O me kartë identiteti, o me pasaportë, me çdo lloj dokumenti. Personat lënë dokumentin, marrin biçikletën, në momentin që rikthejnë biçikletën, rikthehet dhe dokumenti i tyre. Me antarësim është mënyrë më e thjeshtë, pasi paguajnë një fi mujore ose vjetore, që varion 900 të reja është mujorja dhe 3900 është vjetore për gjithë ditën. Por nëse e marrim në mënyrë asesore, për një orë, le të supozojmë. Dhe këtu ka dy alternativa. Një është mundësia abonimit ditor që kushton 100 lekë të gjithë ditën, dhe mundësia tjetër është 60 lekë ora që e merr me orë për kohë të shkurtër. Gjithsesi ngelen në alternativat janë, si thua, edhe ekonomike dhe janë menduar edhe për çështje prakticiteti. Në rast se nuk mundet personi ta kthejë brenda afatit për cilin ka prenotuar, çfarë ndodh? Ka një penalitet për 100 lekë të reja për çdo natë që biçikleta vonohet. Në përgjithësi njerëzit janë korrekt, por nuk është ka munguar dhe raste që kanë kthyer ditën e nesërme, duke pranuar këtë lloj penaliteti. A ka ndodhur ndonjëherë që ta marrin biçikletën dhe mos ta kthejnë? Ka ndodhur shumë herë, por ajo është debat tjetër, pasi ne edhe në emisionet e tuaja kemi diskutuar problemin, fenomenin e vjedhjeve. Me që jemi të ndjekur nga kamera, deklaroj që do ta kthej këtë biçikletë. Shpresoj. Mirë, nisemi? Enedi, më tregon paksa se cilat janë ato këshilla që do të jepje të gjithëve që na shohin në këto momente dhe që duan të përdorin biçikletën tani në dimër. Veshja është kryesorja. Një nga problemet që ka biçikleta në dimër është, si thua, do një veshje pak më të veçantë se veshja e përditshme që përdorin për punë. Bëhet fjalë për një stil pak më sportiv të veshurit. Këpucët janë pak më të veçanta sepse duhen deri diku sportive, atlete. Kapuçi, shalli janë shumë të rëndësishme. Enedi, cilat janë disa nga rrugët që të ofrojnë më tepër mundësi për të lëvizur me biçikletë dhe cilat janë ato më të vështira? Tashmë dihen ato rrugë që janë, si thua, më të dëndura nga trafiku, dhe në përgjithësi janë rrugët e qendrës, por disa janë më të gjëra, disa janë më të ngushta. Është e vështirë të lëvizësh në blok kur është piko trafikut, sepse nuk ke hapësirë as për të futur mes makinave, dhe kjo krijon probleme që shpesh detyrohesh t'hypësh në trotuar, shpesh detyrohesh të ndalosh dhe nuk ndjen, si thua, as kënaqësinë e pedalimit, as. E vërtet. Përveç se duhet të ndihesh edhe i friksuar. Ne jemi në sheshin Nën Tereza për momentin. Duket se edhe kjo është ndër rrugët deri diku të vështira për të qarkulluar me biçikletë.
është për sa kohë që nuk ka një sinjalistik bicikletës, se thua qoftë edhe një korsi. Tani po kam frikë. Jo domosdoshmërisht e ndarë, por e vizuar. Dhe ka gjën e mirë që është pak më e gjerë si rrugë, pak në bulevardi, dhe ka hapësirë të lëvizësh lirshëm me bicikletë. Nuk është si shumë nga rrugët e tjera që janë të ngushta, por e thash, mungesa e një sinjalistike, mungesa e një korsie të dedikuar për bicikletën, e bëjnë pak aventurë gjithsesi. E vërtet. Po mirë, ne si individ vetë çfarë mund të bëjmë atëherë? Çfarë kujdesi duhet të tregojmë? Meqense nuk është se na ofrohet kaq shumë mundësi. Sinjalistika nuk është, korsit nuk janë. Është e vërtet që për momentin është pak guximtare dalësh me bicikletë në ato pjesë të Tiranës cilat janë të dyndura nga trafiku, cilat si thua kanë dhe më shumë shpejtësi nga makinat për të lëvizur dhe që përbëjnë më shumë rrezik të përdorues të bicikletës. Por helmeta mbrojtëse është minimumi që duhet të ketë secili. Dhe ne jemi në faj tani, pasi po pedalojmë një rrugë gjerë që makinat ecin me një farë shpejtësie pa një masë mbrojtëse siç është helmeta. Një ndër mbrojtësit, siç është rripi i sigurimit për makinat, për shoferin, për përdorues të bicikletës është helmeta, e cila ofron deri diku një siguri shumë të madhe në rast të aksidentimi. Që do thotë, helmeta ka një rëndësi shumë të madhe. Po, absolut i domosdoshëm për sigurinë. Dëmtimet më të ndaja që mund të sjellin pasojë dhe vdekjen në rast të aksidenti vijnë kryesisht nga goditjet në kokë. Dhe helmeta është, si thua, masa numër 1 e sigurisë për të ruajtur nga aksidente fatale. A mund të flasim për orare që janë më të përshtatshme për të qarkulluar me bicikletë? Sigurisht për ata persona që bëjnë këtë për kënaqësi, jo për ata që kanë të domosdoshme të qarkullojnë me bicikletë. Dita e diel për shkakun që shumica njerëzve dalin jashtë Tiranës me makinë dhe Tirana është si më e vetmuar për sa i përket makinave, është një ditë shumë e mirë për dalë me bicikletë. E shtuna paradite po ashtu. Por më shumë se orare unë propozoj vende. Dhe Parku Liçenit ngjelet një nga vendet që edhe preferohet, por që ka probleme dhe aty, sepse nuk ka një korsi dedikuar, dhe kjo sjell jo pak shqetësime, qoftë për kalimtarët që dalin për shëtitje, qoftë për familjarët, dhe reciprokisht shkon dhe me përdorues të bicikletës. Fatkeqësisht dhe kjo është një problem që duhet zgjedhur sa më shpejt, sepse dhe aty jo pak herë ka pas aksidente midis përdoruesve të bicikletës dhe kalimtarëve. Po për sa i përket rrugëve të tjera në kryeqytet, rrugë që ndoshta të ofrojnë mundësi. Rruga Misrimshyri për shembull. Rruga Misrimshyri është prapë një rrugë e ngushtë, mbi populluar me makina, ka probleme gjithmonë kur kaloj aty personalisht shoh makina 2 edhe 3 parkuar që janë shumë të rrezikshme, qoftë nga hapjet e dyerve që dikush e ka parkuar në mënyrë dyfish, e ka makinën aty për pak kohë dhe hyn e del shpesh. Dhe hapjet e dyerve në momente papritura janë, si thua, risku numër 1 i aksidenteve me bicikletë. Është më e thjeshtë për momentin në rrotull unazës, për sa i përket pjesës lanës, të ndjekësh një vizim që është bërë para pak kohësh, që jo se është një zgjidhje e qëndrueshme, por për momentin është një zgjidhje e përkohshme, praktike, e vetme. E njëjta situatë mund të thuhet që është në shumë nga rrugët e ngushta, sepse nuk janë planifikuar kursit e bicikletave. Dhe për sa kohë shumë janë planifikuar, makinat janë dhe pak pushtuese në hapësirën e përdorimit të rrugës, domethënë qoftë nëpërmjet parkimit, qoftë nëpërmjet parkimit dyfish, dhe në shumë raste bëhen shkas që të aksidentohesh jo vetëm nga pakujdesia e makinave, por dhe nga ngushtësia e rrugës për të kaluar. E ne ti je gjatë gjithë kohës besoj duke qarkulluar me bicikletë, kështu që e njeh shumë mirë çdo rrugë të Tiranës. Jo, rrugët kryesore, pasi edhe punën e kanë përqendruar në përgjithësi në qendrën e Tiranës, dhe kjo është që si thua se këshilloj, pasi me makinë është pamundur të lëvizësh në qendrën e Tiranës, qoftë për distanca që janë shumë të shkurtra dhe që
ka një ngërç të marrë trafiku. Mund ta shohim edhe vetë trafikun, Po. se çfarë po ndodh realisht në anën tjetër të rrugës. Është momenti që gjithë dalin nga punës dhe si thua bllokohet për 2-3 orë, pjesa më e madhe e udhkryqeve janë bllokuara, makinat nuk lëvizin dhe është e vështirë dhe me bicikletë lëvizësh. A njohin realisht qytetarët shqiptarë, paktën ata që preferojnë të marrin bicikletën, të cilat janë efektet pozitive? Ka shumë që janë vetëdijshëm për avantazhet e bicikletës, për të mirat që sjell qoftë në shëndet, qoftë në mjedis, por ka dhe shumë më tepër që janë të varur nga makinat. Ne kanë krijuar një varësi shumë të fortë me makinat, i përdorin vend e pa vend edhe për distanca shumë të shkurtra që shpesh janë qesharake dhe kanë krijuar këtë, si thua, mitin apo një trend të pathyeshëm të makinës, domethënë që makinën duhet ta marrësh me vete edhe kur del për të pirë një kafe në shoqërinë ose për të blerë bukë dhe kjo sjell si thua afat gjatë sjell një dëm shumë më të madh se dëmi që mund kenë emetimet e asaj makine në këtë moment. Sepse afat gjatë ajo krijon një kulturë të makinës që është shumë e dëmshme për brezin e ardhshëm, që do rriten dhe ata po me këtë frym që as sikur të kishin një makinë. Pikërisht. Ndërkohë që në shumë vende tjera njerëzit po bëjnë maksimumin për minimizuar përdorimin e makinës. Kemi një korsit bicikletës, më faqe të ndërpëresa ne? Po. Është duhet japim bicikletës vetëm këtu apo jo? Këtu jemi korrekt. Këtu jemi detyruar. Aha. Vjemi në rresht sepse është shumë e ngushtë, vetëm një bicikletë për dy. Të paktën këtu jemi të sigurt, kam përshtypjen. Absolutisht është ndar korsit më të mira për momentin që mund të ketë në qytetin e Tiranës dhe ndoshta në gjithë Shqipërinë, sepse është një nga korsitë e para që është bërë me një projekt të mirëfill. Po ta vëmre nuk është se merr aq shumë hapësirë saq pretendohet shumë shpesh nga përdoruesit e makinës për një ndjenjë xhelozie që kanë nga fakti që bicikleta do të marrë hapësirë, ose njëjta situatë është dhe me këmbësorët, që ndjejnë një lloj frike që kursitë e bicikletave do marrin nga hapësira e trotuarit. Kjo që nuk është shumë e kushtueshme krahasuar me koston që ka zgjerimi rrugëve për të përballuar trafikun që sa vjen e shtohet. Numri makinave shtohet dita ditës, në një farë mënyrë të bësh një bilanc midis kostos që ka kursita bicikletave dhe kosto që ka zgjerimi i rrugës për të përballuar shtimin e makinave është shumë herë më ulët. Aq më tepër që duket se edhe numri përdoruesve të bicikletës rritet gradualisht. Rast konkret. Po. Dhe ka akoma shumë punë për sa i përket ndërgjegjësimit, qoftë përdoruesve të bicikletës, por edhe për kalimtarëve, sepse ne jemi në korsin e bicikletës, ndërkohë që shohim shumë kalimtarë të cilët po na ndërhyjnë. Më duket një iniciativë shumë e mirë e Ecovolis, se tashmë prezente është në kryeqytet për disa muajsh. Unë nuk e dija ke informacioni se çfarë ndodh me rrjetet e tjera në përgjithësi. A keni ndonjë projekt, ndonjë plan për to dhe a përdoret bicikleta realisht dhe a kam tepër mundësi se sa këtu në Tiranë? Kuptoj. Tirana ka qenë sfida më e vështirë për sa i përket qoftë numrit popullsisë, qoftë për ta kthyer në një trend. Mund të përmendim rastin e Durrësit që Ecovolis gjithashtu ka dhe aty 3 stacione bicikletash dhe që ka qenë pozitive për sa i përket përkrajjes dhe për sa i përket përdorimit bicikletës. Mund të përmendim rastin e Shkodrës që ka një traditë të gjatë bicikletës dhe që përdoret tej mase. Jashtëzakonisht, edhe në ditët e sotme. Pikërisht. Dhe mund të përmendim qoftë rastin e Pogradecit, Korçës, do ishte diçka shumë e veçantë po të zhvillojë edhe në qytetet bregdetare. Do kishte avantazhe shumë të mira për sa i përket mjedisit, sepse do minimizonte përdorimin e makinave në kohën e sezonit turistik. Janë femrat apo janë meshkujt më të interesuar për bicikletën, edhe kanë më tepër dëshirë që të qarkullojnë me bicikletë? Në përgjithësi janë femrat, sepse shohin si një aspekt të fitnessit në gjimnastikës, ndërsa djemt janë shumë dënë mbas pjesës qepit dhe deri diku një lloj sportiviteti për të provuar se deri ku mund të arrijnë typin e zbresin me bicikleta.
Every fun is a chance. In the rush of the race, the reason we chase is lost in romance. And still we try to justify the waste for a taste. A man Duke se Gjirosoni ka ardhur fundi, ishte shumë qejf me bicikleta, absolutisht e sugjeroj për të gjithë dhe jo vetëm në verë, por edhe në dimër. Eksperiencë shumë e bukur. Faleminderit shumë Enes. Faleminderit ju për vizitën. Shpresoj që të kemi mundësi edhe në ditë më të ngrohta të bëjmë diçka më aventurë. Ndoshta jashtë qytetit lëvizim në një nga gjërat që ne mundohemi të promovojmë gjithkohës është dhe kjo ideja e jetës aktive sportive dhe organizojmë bike tour me bicikleta. Ndoshta mund të bashkohemi sërish në një nga këto aktivitete. Kjo ishte një ide shumë e bukur. Duhet të bëjmë dorëzimin, besoj? Po. Edhe kemi mbërritur në fund në këtë mënyrë. Faleminderit edhe ju që qëndruat në shoqërinë tonë. Shpresoj që të keni marrë ngacmimin se jo të reflektoni edhe të bëni një xhiro me bicikletë.